Me mbroma dhe mirë se vini në War Report. Java e parë e këtij viti ka dhënë të gjithë botës një konotacion të qartë se çfarë nënkupton një rend i ri polar dhe botror i kërkuar fillimisht pikërisht nga Rusia dhe Kina dhe i vënë në realitet nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili nuk ka nguruar të sulmoj jo vetëm armiqt, por gjithashtu edhe ata të cilët prej kohësh janë konsideruar aleatët kryesor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po flas pikërisht për Europën, pas sulmit të befasishëm në Venezuel, por të mirë planifikuar nga Washingtoni zyrtar, Donald Trump rizgjoi ambicien e tij për marrjen e Groenlandës. Diçka e tillë solli për shkallëzim të marrëdhënieve transatlantike, të cilat u testuan që prej rikthimit të Donald Trump në muajin janar të vitit të shkuar, duke sjellë muaj vështirësi për Europën, duke nisur nga kërcënimet e vazhdueshme të Donald Trump për tarifat tregtare, tërheqjen e Washingtonit nga mbrojtja për kontinentin ton, e për të vjuar më pas edhe tek çështjet e politikave të ndryshme, të cilat ndryshuan në Washington dhe prekën në mënyrë të drejtë për drejtë edhe perëndimin. Do të ndalemi në këtë War Report për të bërë një analizë të qartë të gjithçka që ka ndodhur për gjatë kësaj jave, por mbi të gjitha për të kuptuar më mirë qasjen e Donald Trump, i cili duket se her pas here ka sjell rrugë të ndryshme në mandatin e tij 4 vjeçar, që ka përmbushur vetëm vitin e parë sa i përket mandatit të dytë. Për të bërë një analizë të gjitha zhvillimeve më të fundit, do të kem në një komunikim të drejtë për drejtë eksperten e sigurisë Eugenia Sotiri. Mirë, do të kemi njëherë në lidhjen me Eugenën. Eugenia, të përshëndes, mirë mbrëma, faleminderit që je në War Report. Mirë mbrëma, përshëndetje, kënaqësia ime të jemi bashkë. Do duat ndalemi së bashku hap pas hapi nga të gjitha zhvillimet e 48 orëve të fundit, duhet thënë kështu, për ta nisur me një status të Donald Trump. Do të kemi sinkronin e tij dhe ta komentojmë së bashku, ku kreu i shtëpisë së Bardhë zotohet se nuk janë Shtetet e Bashkuara ata që duan të largohen nga NATO, por është vetë perëndimi i cili nuk do të ishte i gatshëm të jepte Washingtonit mbështetje në rast të një krize globale. Ndjekim Trump dhe kthehemi. Mbani mend, për të gjithë ata tifozë të mëdhenj të NATO-s, ata shpenzonin 2% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen dhe shumica nuk i paguanin faturat e tyre derisa unë erdha në pushtet. Shtetet e Bashkuara po paguanin më rrezisht për ta. Unë me respekt i bëra ata të paguanin 5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen dhe ata paguan menjëherë. Të gjithë thanë se kjo nuk mund të bëhej, por mund të bëhej sepse për të gjithçka tjetër ata janë të gjithë miqtë e mi. Pa përfshirjen time, Rusia do ta kishte të gjithë Ukrainën tani. Mbani mend gjithashtu, unë vetëm i dhash fund 8 luftrave dhe Norvegjia, një anëtare e NATO-s, marrëzisht zgjodhi të mos më jepte çmimin Nobel për paqen. Por kjo nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është se shpëtova miliona jetë. Rusia dhe Kina kanë zero frikë nga NATO pa Shtetet e Bashkuara. Unë dyshoj se NATO do të ishte atje për ne nëse do të kemi vërtet nevojë për to. Të gjithë janë me fat që ne rindërtuam ushtrinë tonë në mandatin tim të parë dhe unë do të vazhdoj ta bëj diçka të tillë. Ne do të jemi gjithmonë aty për NATO-n, edhe nëse ata nuk do të jenë aty për ne. I vetmi kom që Kina dhe Rusia e kanë frikë dhe e respektojnë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirë, rikthehemi në program. Eugenia, Donald Trump thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë gjithmonë aty për vendet anëtare të NATO-s, thotë i detyruam që të mbroheshin më mirë, por Donald Trump është po i njëjti person i cili nuk nguron të kërcënojë ushtarakisht edhe Groenlandën, pjesë të mbretërisë Danimarkës. Pse është kaq i vështirë të jetë i parashikueshëm Donald Trump dhe mbi gjitha pse është kaq i vështirë të jetë një politikan stabil sa i përket politikës jashtme? Ajo që vije të re me Donald Trump në figurën e tij si president, në fakt u kuptua që në ditët e para të janarit të vjetshëm, ku nuk ishim të bënim më me një politikan karriere apo me një president i cili vinte nga klasa politike e vendit. Kemi të bëjmë me një biznesmen, po ajsa dhe showman, i cili e shikon politikën e jashtme apo marrëdhënie ndërkombëtare i shikon në bazat e shkëmbimit. Pra është transakcional dhe këtë ne kemi thënë. Dhe në këtë kuptim, për të e gjithë aleanca transatlantike, në fakt është një aleancë ku përveç SBA-ve si kontributori më i madh, i gjithë bloku, Kanadaja me Bashkimin Evropian dhe vendet të tjera të kontinentit evropian, në fakt janë
janë vende të cilat përfitojnë dhe e kanë marrë të mirëqëm të gjithë të mburojën e sigurisë që SBA-ja ka garantuar të gjithë aleatëve të tij. Megjithatë, me ardhjen e tij patëm një shkundje të aleancës ku u detyruan të gjitha vendet anëtare të NATO-s që të kalonin nga 2% në 5%. Dhe në fakt, unë do të thoja që fill mbas kësaj arritje kaq të madhe unë do ta quaja një sukses të gjithë historisë së aleancës, pasi tashmë aleanca është më e fortë për t'u adaptuar me teknologjitë e reja, por edhe në këtë mjedisin e ri gjeostrategjik ku kërcënimi është shumë afër, duhet thënë që goditja e radhës ishte ajo e le të themi e aleatëve, po të asaj çka përbën Bashkimi Evropian. Dhe duke e patur parasysh të gjithë kontekstin, Trump ka një të drejtë kur thotë që i gjithë Bashkimi Evropian apo kjo aleanca transatlantike në fakt nuk ka asnjë lloj vlere dhe rëndësie pa SBA-n në të, dhe një tërheqje e SBA-s patjetër jo vetëm do të zhbënte NATO-n, por nga ana tjetër do të bënte që Bashkimi Evropian dhe i gjithë kontinenti evropian të ishte një pre më e lehtë për Rusinë. Dhe këtu ai patjetër vë në konsiderat edhe respektin që SBA-ja ka fituar tashmë me përdorimin e forcës, e cila automatikisht sjell edhe një lloj frikje apo një lloj përmbajtje të kundërshtarëve të aleancës në këtë rast. Teti qartë, por duket se Donald Trump nuk e ka ndarë mendjen sa i përket mbështetjes për Europën. Kemi një president i cili gjatë mandatit të tij të parë e bëri qartë se kërkojnë të tërhiqen nga NATO, dhe sot kemi edhe një president që thotë jo, unë do të jem gjithmonë aty për NATO dhe për aleatët perëndimor, në atë që është një interes i Shteteve të Bashkuara që ta ketë këtë aleancë, por në të njëjtën kohë paralajmëron veprime ushtarake vetë brenda aleancës. A i ka ndarë Donald Trump mendjen se çfarë do të ndodhë me Europën, le të themi si njeriu më i fuqishëm i globit? E kemi thënë gjithmonë që me Donald Trump nuk mund të parashikosh asnjëherë, sepse ndryshe janë deklaratat e tij në mëngjes dhe ndryshe në mbrëmje. Megjithatë, unë mendoj që e gjithë kjo qasje e tij ndaj politikës të jashtme, por edhe të brendshme, në fakt është një taktik disruption apo përçarse në mënyrë që të testoj apo të konfondoj si aleatët, por edhe kundërshtarët e SBA-s apo dhe të aleancës. Thënë kjo, mendoj që aleanca, duke patur parasysh të gjithë përpjekjen që bëri për të kapur ritmin financiar, pati shkundjen e parë. Megjithatë, duhet kemi parasysh që ka një lloj kontradikte jo vetëm nga Trumpi, por edhe nga aleatët apo këto kërcënimet që nëse Trumpi do të ndërhyjë ushtarakisht apo do të marrë një lloj operacioni ushtarak në Greenland, atëherë edhe aleanca do të shpërbëhet. Në fakt, sovraniteti apo koncepti i sovranitetit me Greenlandën është pak ndryshe nga ai që ne kemi parasysh kur flasim për një vend sovran me territor, me qeverisje apo edhe me ushtri. Duhet patur parasysh që Greenlanda ka një lloj varësie apo një lloj, le të themi, vasaliteti ushtarak ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe unë mendoj që në këtë sens Trump ka një të drejtë kur thotë që as Danimarka dhe as Grenlanda, por gjithashtu duke patur parasysh edhe vetë Bashkimin Evropian si një tërë, nuk e kanë kapacitetin apo aftësinë për të siguruar apo për të garantuar të gjithë sigurinë asaj çka përfaqëson qarku i Arktikut edhe çka përfaqëson vetë Arktiku. Dhe në këtë drejtim mendoj që Trump, edhe pse i ka shprehur gjithmonë skenarët edhe të ndërhyrjes me boots on the ground, mendoj që nuk do të shkojmë në këtë skenar, pasi e shikoj gjithmonë që jemi po në të njëjtën gjuhë të përdorimit të Trumpit, pra një gjuhë kërcënimi maksimalist për të arritur më pas dhe për të negociuar me një avantazh nga ana e SBA-s. Unë e shikoj patjetër që kemi një vakum sigurie në Grönland dhe edhe gjithë ky diskutimi i sovranitetit në fakt ka disa hipokrizi edhe nga vetë Bashkimi Evropian. Kemi për shembull, le të themi, bazën hapësinore të dytë më të rëndësishme për të gjithë aleancën transatlantike, pas asaj të Norvegjit,
dhe në fakt kemi një reduktim të forcës apo të gjurmës ushtarake, jo vetëm të SBA-s, por edhe të gjithë aleatëve. Pasi i gjithë vëmendja është në Norvegji dhe në këtë kontekst për Trumpin ka një rëndësi shumë të madhe që të kemi një stim jo vetëm të rolit të SBA-ve aty ushtarakisht, por edhe politikisht. Ajo që për mua është me interes dhe ndoshta nuk është thënë shumë shpesh dhe nuk është bërë e lëshme, ka të bëjë me faktin që nuk duhet harrojmë asnjëherë që SBA-ja ende vazhdon dhe blen uranium nga Rusia për shembull. Pra Trumpi në këtë dyzimin e vet i flet Bashkimit Evropian si asaj fëmijës që nuk duhet të bëj biznes me kundërshtarin, por nga ana tjetër vetë SBA-ja bën biznes me Rusinë. Dhe duke patur parasysh të gjithë pretendimin e mineraleve të rralla apo asaj pasurisë për resurset e papërpunuara dhe të rralla apo këtë gjuetin që dhe Trumpi ka ndërmarrë, dhe gjetja apo pasja e uraniumit në Grönland e bën tepër të rëndësishme atë territor për Trumpin për ta shfrytzuar edhe nga të mirat e saj materiale dhe minerale. Nga ana tjetër, arsyeja pse shohun që është e nevojshme të kemi një lloj në këtë rast pranie më të shtuar të SBA-ve aty, ka të bëjë për faktin edhe e kemi folur dhe herë tjetër të asaj çka përbën vetë Grenlanda dhe ajo ngushtica më e rëndësishme që bën bashkë Grenlandën, Islandën dhe Mbretërinë e Bashkuar, ku ka një rrezik më të madh të kalimit të nëndeceve bërthamore me përmbajtje bërthamore nga ana e Rusisë, por gjithashtu edhe nga bashkëpunimi që Rusia ka me vetë Kinën në atë territor. E qartë, mirë, ne do të shkojmë një shkputje shumë të shkurtër, pasi nuk dua që të ndaj çështjen pasardhëse në të dyja pjesët, kështu që shkojmë një shkputje dhe do të kthehemi për të parë reagimin e ashpërt të Europës, do të thoja reagimin më i ashpërt deri tani nga dy aktorët kryesorë, Franca dhe Gjermania. Menjëherë pas shkputjes.